Dali Bera e Bekim Gashi të merrni edhe nga një pjesë të krenarisë, në mënyrë që dhëmbjen dhe krenarin të ndajmë vllazërisht, ashtu si që ndanim dikur këfshatën e Bukës, duke filluar prej Zatriqi, Kadrenovci, deri në Krushe Celin e Kahretia. Të nderuar kuvendar, deputet, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalën nga lufta, i nderuar i kryetari fshatit, i nderuar i kryetari komunës dhe të gjithë ju që jeni prezent. Unë bashkë me ju që nga ditët e para, aq sa i kemi qarë këta dëshmorë që juranë Krushës, aq e kemi ndije vetën edhe krenar, sepse edhe pas shpartallimit të batalionit të Rahovecit, ne nuk mbetëm vetëm. Ne, ashtu të thërmuar pas ofanzivës në qytetin e Djegur, gjetëm jo vetëm strehen për banorët tanë të shprëngullur, por gjetëm për krahjen nga kompania e Krushës së Madhe në kuadër të batalionit të Grykës së Brestosit, aty ku u derdh gjaku i pari podrimçakëve në krye të kolonës, derisa qëndronte profesori i madh dhe shumë i nderuar tirteu i politikës shqiptare, tirteu i shtetbërjes, tirteu i formimit të ushtrisë dhe të policisë së Kosovës, profesor Ukshin Hoti. Unë jam përpjekur që dëshmorët Bekim Gashin edhe Dali Berën ti kujtoj me shkrim edhe me gojë. Ma merr mendja se punën time, ashtu si që kam kryer për çdo njerin prej dëshmorëve, jam munduar ta kryej edhe për këta dy, mirë po, për fat të keq, atë në aksionin për të cilin sigurisht sot është temë e diskutimit, derisa i përkujtojmë, nuk kam qenë, do t'isha shumë krenar, sikur të isha bile afër tyre, por nuk kam qenë përndryshe. Derdhja e kompanisë së Krushës së Madhe prej Retije, ku ishte vendosur kompania dhe shtabi brigadës 124, në drejtim të fshatrave Randobrav, Krushë e Madhe, Reti, Kolibar, Krushë e Vogël, ka qenë me të vërtet pasqyrë e një stoicizmi të pashoq luftarak, pavarësisht se Krusha, Celina, Hoqa, Nagavci tashma ishin të përgjakur, madje kupomat të shpërndara prej tyrbës e Krushës e deri në pisjak të Celinës, jelmoshat tuaj, vëllezërit tuaj, që janë pinjoj të familjeve të mëdha patriotike, nuk u trembën, i mësynë derisa arritën Terezinët e Krushës. Rënja heroike e tyre në altarin e lirisë i dha edhe një vull heroizmit ton kombëtar, i dha edhe një vull tapis se ne këtu jemi edhe këtu do të mbetemi. Na duhet jo edhe pak punë, edhe goxha punë, për arsye se të nderuar vëllezër e motra, të gjithë po e përcjellni shtypin edhe po e shihni se pavarësisht prej këtyre tendencave të fundit që të paraqitet viktima si gjelat, dhe ne të e bëhemi kamufler, logjika nuk e lejon një punë të tillë. Por, si fshati më i sakatosur me 250 të vrarë, 250 e ma tepër, ose si trev më e sakatosur në historinë e shqiptarizmës pas masakrës së Mes, pak po flitet për ne, për ne sigurisht, për ne, për ju. Unë di se gjithsejt në komunën e Rahovecit janë të vrarë të masakruar 830. Mirë po, jo që zëri i ynë nuk po dëgjohet, por na duhet një përkrahje edhe pak më e madhe në afirmimin e faktit se sa shtrenjtë na ka kushtuar liria. Këtë masë mirë e keni shijuar ju të nderuar vëllezër e motra. Kur e kam parë Krushën e Madhe, pas atyre ditëve ma ka marrë mendja se
Shumë thellë do të mbeten vrakat në zemrët tuaja, vrakat në ballrat tuaja, vrakat në faqet tuaja dhe në syt tuaj. Mirë po, optimizmi, vullneti, dashuria ndaj Kosovës dhe ndaj Adheut e bëri të vetën. Brenda një viti fshati u pajis me të gjitha mjetet të djegura, mjetet që dikur ishin të djegura, dhe ja se filloi jeta e mbarë, edhe sot fshati Krush polurizon vetëm në saje të punës së vetë. Pa ndonjë ndihmë, pa ndonjë pritje, sepse i keni përvjelur mangët me kohë, ashtu si që i keni përvjelur qysh në vitin 1990, kur u nisët me guximin më të plot për të ardhur në Rovec në mënyrë që të realizojmë kërkesën për liri, barazi, demokraci dhe shtetësi të Kosovës. Aso kohë ju e përcollët Halim Hotin, kurse sot ende degdiseni në krajatat për të gjetur të vërtetën se çka u bë me profesor Ukshin Hotin. Të gjithë dëshmorëve lavdi, kurse nga kjo tribunë, në këto qaste, lavdia e veçantë u takon dy dëshmorëve, Bekim Gashit, Bekim Ismet Gashit dhe Dalip Isuberës. Unë dëshiroj që ata t'i kenë shëndosh familjarët, dëshiroj që prindët e tyre t'i bëjnë zemrët gurë, dëshiroj që dhimbjen t'a ndajnë bashkë me krenarin për ne, edhe dëshiroj që kurrën e kurrës Kosova luftë mos pastë. Atyre lavdi e juve ju falenderit.